Dje stafi shkollor, prindërit, nxënësit dhe përfaqësues e miq të shkollës Emin Duraku në shtëpinë e kulturës Xhamali Berisha u mblodhen bashk për të shënuar 70 vjetorin e themelimit të Emin Durakut, në tingujt kazmor të artistëve, recitorëve, instrumentalistëve dhe vullnetarëve të shkollës, e të cilët e shënuan këtë përvjetor simbolik. Programin e hapi drejtori i shkollës Rahim Bektishi, i cili në fjalën e tij përshëndetëse përmbledhi rëndësinë e shkollës dhe traditën e mësimdhënësve me vlera të aplikueshme për tërë jetën, e cila ka karakterizuar shkollën Emin Duraku në këto 7 dekada. Sot do të thotë Emin Duraku ka qenë vetëm një qendër arsimimi, por edhe një institucion edukimi i brezë me dije, kulturë, respekt, dashuri për atë. Ajo për 7 dekada të tëra ka qenë portë e madhe në të cilën kanë hyrë voglush, kurreshtar dhe kërkues, e të cilët kanë dalur nga ajo derë e madhe si individ të përgjegjshëm, të edukuar dhe të gatshëm, të shpërndarë në përbot, në dijen e vlefshme, të fituar në bankat e kësaj shkolle. Sujeu i kontributit shumë vjeçar të njerëzve punëtor është një shkollë moderne e pajisur me kabinete shkencore, teknologjike, me tabela digjitale, projektor, sala moderne sportive, hapësira atraktive, pajisje të avancuara didaktike, të gjitha në shërbim të talentit të nxënësve të shkollës sonë. Për gjatë këtyre viteve, fal kontributit të çmuar të një korpusi profesionistësh, altruist, shkolla Emin Duraku është ndruar në një ambient të sigurt dhe modern për nxënësit tanë, në të cilën janë implementuar metoda bashkëkohore të mësimdhënies që janë përgjigjur sfidave të kohës. Në këtë përvjetori është edhe drejtoresha arsimit Lulieta Veselaj Gutaj, e cila uroi këtë jubilej. Jam e nderuar sot që po ju drejtohem kësaj shkolle synonimin e sukseseve në shkolla në Prizren. Drejtohem me urimet më të mira për shkollën Emin Duraku, sinonim i suksesit të shkollave në Prizren. Gjatë punës sime për 3 vite sa shërbej si drejtuese arsimit në Prizren, sa herë që kam takuar dhe kam vizituar këtë shkollë, kam parë që këtu shërbehet me përkushtim, me profesionalizëm dhe integritet, me përulje dhe mirënjohje për secilin mësimdhënës, për ekipën drejtuese të shkollës që bëjnë punën me përgjegjësi të lartë dhe në projektin e fundit shkolla juaj ka dalë shkolla e cila mund të garoj në nivel evropian. Faleminderit për punën që e bëni çdo ditë. Njohësi i arsimit Shqip Gjavet Regja kishte dërguar një përshëndetje për këtë vatë shkolle para publikut. Nxënësit gërshetuan talentin me dashuri për shkollën, duke jetësuar koreografi fantastike, poezi emocionuese, valle autoktone, interpretime instrumentale e këngë solistike dhe korale. Fjalën përshëndetje të një miku të ngushtë të shkollës sonë, zotri Gjavet Regjaj, i cili është një njohës i arsimit, një njohës i lartë i arsimit, dhe ai na drejtohet në këtë ditë me këto fjalë. I nderuar zotri drejtor Rahim Bektishi, në pamundësi të jem me ju në këtë ditë të shënuar për shkollën tuaj dhe për arsimimin në Prizren, më lejoni t'u auroj 70 vjetorin e themelimit dhe të shpreh konsideratën time të thellë për ju e për kolegët tuaj përmes këtij mesazhi. Më duhet të theksoj se të gjithë ju së bashku tashmë keni krijuar një traditë të kulturës së punës, të cilësisë, të respektit e të multikulturalitetit në shkollën tuaj e në shkollën time. Programi u përmbyll me falënderime të sinqerta për pjesëmarrësit dhe premtimin për të vazhduar me dedikim e profesionalizëm, misionin qendror të arsimit të gjeneratave, duke ndarë edhe mirënjohje për meritorët. Në zemër të Prizrenit një shkollë shkëlqen, shkolla Emin Duraku, udhëheqëse e dijes.